Tash në studio ka ardhur koha edhe bisedës që zakonisht trajtojmë tema të ndryshme, e sot do të flasim për një nga iniciativat e fundit që është ndërmarrë nga Demokrasi Plus, e që është platforma për edukim medial. Në fakt, kjo platformë ka ekzistuar qysh prej vitit 2020, megjithatë është updateuar apo ka filluar dhe ka futur edhe gjëra të reja, cilat ne do t'i kuptojmë aty që janë shumë e rëndësishme sidomos për të rinj, në mënyrë që me kuptu me i dallu dezinformatat apo me kuptu lajmet e reme prej atyre të vërteta. Madje janë mbajtur edhe sesione të ndryshme në shkolla të ndryshme, jo vetëm në komunën e Prishtinës, por edhe në komunat e tjera të Kosovës. E gjitha këto ne do t'i diskutojmë bashkë me Emera Brashin, që është menaxher i projekteve. Mirëmëngjesi, mirë se na jeve. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu. Na trego pak për platformën fillimisht, meqense nuk kemi zhvilluar një bisedë bashkë, edhe pse ka ekzistuar edhe më herët, po të paktën ta kuptojmë edhe për ata cilët ju ka ikë ky detaj. Po, platforma e D+-it për edukimin medial ka filluar fillimisht në vitin 2020 dhe me kalimin e kohës ka shku duke u përditësuar, duke u pasuru me materiale të reja, me lojra tash së fundmi. Ajo që ka platforma synon është edukimi i qytetarëve të Kosovës, veçanërisht të rinjve, për identifikimin e dezinformatave e keqinformatave. Koncepte këto të bëra të njohura pas vitit 2016, pas fitores së presidentit Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të cilat nuk janë fenomen i ri, prej se ekzistojnë mass mediat, ka edhe përhapje të dezinformatave, keqinformatave, apo siç njihen në gjuhën popullore si lajmet rreme. Në këtë aspekt, platforma është e gjitha pa pagesë dhe i mundëson të rinjve që duke krijuar një profil me email adresën e tyre, të i qasën kurseve. Janë aktualisht 3 kurse cilat ofrohen pa pagesë, janë lajmet e rreme në përgjithësi, lajmet e rreme gjatë periudhës zgjedhore në veçanti, edhe më pas është edhe një modul për ngacmimet dhe gjuhën e urrejtjes. Këto, secili prej këtyre kurseve zgjat afërsisht 1 orë për t'u përfundu. Përpas që mund t'a lexojnë, kanë edhe me voice over, do të thotë edhe dëgjojnë ligjëratën, dhe pas përfundimit të këtyre 3 ligjëratave, ata cilët janë abonuar testohen me një test online, edhe me kalimin e suksesshëm të asaj gjenerohet në mënyrë automatike certifikata e cila ju shkon nëpërmjet emailit. Do thotë, kjo platformë, synimi i saj është që të rinjt t'i mësoj si të identifikojnë lajmet e rreme, teknika cila duhet i përdorin sa herë që lexojnë lajmet e rreme, sa herë që lexojnë lajme në fakt, për të ndarë mes atyre që janë lajmet vërteta, gjysmë të vërteta dhe të rreme. Dhe në anën tjetër, do thot i mundëson të rinjve që ta përmbyllin këtë ciklin e shpërndarjes lajmeve të rreme. Viteve të fundit në Kosovë është bërë jashtëzakonisht e përhapur, do të thonë, ramja pre e lajmeve të rreme, ka shpërndarje të jashtëzakonshme të kontentit i cili nuk është i bazuar në fakte, i cili bëhet për qëllim përfitimit ekonomik ose politik nga prodhuesit e lajmeve të rreme, dhe normalisht platforma i mëson të rinjt edhe si të identifikojnë dezinformatat, cilat mund të jenë të paqëllimshme, nga keqinformatat cilat janë të qëllimshme. Që kryesisht ndoshta shpeshherë edhe postojnë diçka por që nuk është e konfirmuar, edhe apo nuk ka burime të sakta dhe të sigurta kur shkruan. Absolutisht. Dhe kjo veçanërisht bëhet shqetësuese gjatë periudhës zgjedhore. Do thotë, kemi shtim të intensitetit shpërndarjes këtyre lajmeve, për atë edhe kemi vendosur një fokus veçantë, kemi nxjerrë një kapitull të veçantë për lajmet e rreme në periudhë zgjedhore, në mënyrë që të rinjt të jenë më të informuar. Do thotë, meqense e keni parë që intensiteti këtyre lajmeve ka filluar të rritet, e keni parë të nevojshme që të krijohet, të bëhet edhe një platformë e tillë, por edhe të krijohen këto kurse online, në mënyrë që krejt qytetarët, për sidomos të rinjt, të kenë qasje më të lehtë dhe mos të hezitojnë fare për me marrë dhe me mësu diçka të re. Absolutisht. Përtej platformës online, ne jemi angazhuar vazhdimisht gjatë viteve të fundit për
ti trajnuar të rinjt edhe në teren. Do thotë, deri më tani kemi mbi 1.300 cilët i kemi trajnuar në teren, ekipet tona, i kemi njoftuar me platformën, i kemi, do thotë, edhe 2 indekset së donshmërisë, cilat i kemi bërë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Demokratik, NDI, siç njihet në popull, dhe do thotë, jemi duke punuar në këtë aspekt në mënyrë që të informojmë qytetarët se cili është rreziku real për demokracinë. Është interesant të potencohet që lajmet të rreme janë bërë të njohura pasi një grup i të rinjve në Maqedoninë e Veriut në Velles kanë filluar shpërndarjen e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 dhe qëllimi i tyre nuk ka qenë as pak politik. Ata s'kanë qenë as lidhur me presidentin Trump e as me sekretarën Clinton. Ata thjesht e kanë bërë për të marrë klikime dhe për gjeneru tyra financiare. Po ajo që kanë vrejtë është se votuesit e presidentit Trump janë më pak të edukuar, rrjedhimisht bijnë më shumë prej e lajmeve të rreme e do thotë jetëgjatësia e lajmeve të rreme cilat po i shpërndajnë për Hillary Clinton tek votuesit e Trump është më e madhe. Ajo diskutohet më shumë, shpërndahet më shumë si content, e rrjedhimisht i kanë fokusuar gjitha energjitë aty. Edhe thuhet i atribuohet fitoria e presidentit Trump 2016 këtij grupi të rinjve në Velles të Maqedonisë, të cilët mbase as nuk kanë qenë ndonjëherë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se kanë pas idenë. Kjo në fakt e tregon potencialin e rrezikshëm të lajmeve të rreme për të ndikuar në procese demokratike siç janë zgjedhjet. Edhe për këtë arsye, në kuadër të platformës, tashmë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe rrjetit ballkanik të kontrolluesve të fakteve, C-Check Network, jemi duke vazhduar një seri sesionesh për të i njoftuar qytetarët, veçanërisht të rinjt, nxënës të shkollave të mesme e të universiteteve, me konceptet, nocionet e lajmeve të rreme. E po ashtu tashmë kemi inkuadruar në kuadër platformës e një lojë të re, e cila është një lojë interaktive, e cila ka 12 pyetje, bëhet në një kontekst fiktiv, një shtet cilin e kemi trilluar, quhet Veritonia, por qëllimi është që të rinjt t'i lexojnë titujt dhe varësisht nga sa janë senzacionale ato tituj, varësisht se sa duken të egzageruara, sa përdoren hiperbola në tituj, të dinë të vlerësojnë nëse një titull është i vërtet, gjysmë i vërtet apo i rrem. Dhe kjo është një risjere në platformë, do thotë pavarësisht se është në një kontekst fiktiv, në një shtet që nuk ekziston, titujt janë bazuar në tituj cilët ne i shohim në rrjetet sociale në baza ditore. Dhe kjo është një risi e re në platformën. Dhe në mënyrë të diçka atraktive, të rinjt nuk e harrojnë dhe mësojnë edhe ma lehtë. Absolutisht. Cilën do përgjigje që jepet, e marrin edhe arsyetimin se nëse është e sakt, pse është e sakt, nëse është e pasakt, pse është e pasakt dhe ku qëndron. Dhe në qoftë se kjo platformë ka funksionuar deri tash, çysh kanë qenë, do thotë, ka pas interesim për ndoshta me u certifiku në këto kursante? Ka pasur interesim, vazhdon të ketë interesim. Ne dëshirojmë që ky interesim të jetë akoma më i madh, për shkak se nuk janë vetëm të rinj cilët trajnohen target audiencë e platformës, janë gjithë qytetarët e Kosovës. Do thotë, gjithë mund të kyqen në platformën edukimimedial.dplus.org, të shkojnë tek pjesa kurseve, të krijojnë një profil të tyre dhe të certifikohen. Deri më tani, që kemi vrejtur është se ata që targetohen direkt, ata cilët janë pjesë e trajnimeve tona, e ligjëratave tona, ata janë edhe më të interesuar për të kryer kurset, ndërka që këta që nuk arrin të jenë pjesë e trajnimeve, mbase edhe nuk janë të informuar me potencialin që platforma ka. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që kushdo që na dëgjon të shkoj ta vizitoj platformën edukimimedial.dplus.org, është e gjitha pa pagesë, do thotë nuk ka asnjë kosto përpos kohës që investojnë në të. Po që sigurisht përblehet.
Absolutisht. Është diçka që është mjaft e vyshme në jetën e përditshme. Veçanërisht për të rinj, cilët janë përfundim studimeve, cilët hynë në tregun e punës, sidomos ata të gazetarisë, pse mos ta kena një certifikat tjetër e cila i tregon se kanë kryer një kurs për edukimin medial, për luftimin e dezinformatave e keqinformatave. Deri tash a keni vret që ka një njohuri të paktën, dinë ato ndoshta me bu një dallem ose a bien lehtë prej këtyre lajmeve të rrema apo keqinformatave në një formë? Në trajnimet cilat i mbajmë, në diskutimet me të rinj cilat i mbajmë dhe në gjitha aktivitetet tona, vrejmë se në fillim, para se të fillojmë me procesin e njoftimit të tyre me dezinformata, kam njohurit përgjithshme se çka janë ato, por realisht kur vjen puna të identifikojnë ose ta lexojnë një titull edhe të dinë nëse është i egzageruar, nëse është spektakular, nëse është i bërë me qëllim të nxitjes së klikimeve, nëse është clickbait, ata nuk dinë ta bëjnë një gjë të tillë. Prandaj mendoj se pavarësisht nëse e kupton nocionin e lajmeve të rreme, të keqinformatave, dezinformatave, edhe kjo sikurse çdo lëmi tjetër kërkon studim. Prandaj është mirë që studentët ta kenë parasysh këtë gjë. Ajo që kam vrejtur, për shembull, tek loja e re, cilën e kemi zhvilluar, edhe kur kemi mbajtur me studentë të gazetarisë, cilët janë të fushës, edhe ata kanë arritur të bimë prej e clickbaitit, do të thotë lajmeve senzacionale. Prandaj gjithë janë të kryesisht ato çka i diskutojmë edhe në tavolina, pavarësisht u besu mëse jo, e diskutojmë atë lajm që e shohim senzacional aty. Absolutisht. Kryesisht është. Për të diskutuar edhe më tej këto me ata të cilët janë të interesuar vërtet në fushën e luftimit të dezinformatave, muajin tjetër do të organizojmë edhe një kamp 2 ditor, një bootcamp, në cilin do të përzgjedhen 20 deri 25 tri me gjitha shpenzimet të mbuluara, ku ata tri do të kenë mundësi të qasën në mënyrë më të thelluar, me ekspertë ndryshëm vendore e ndërkombëtar, të qasën këtij nocionit lajmeve të rreme, konceptit, mënyrës se si zhvillohen, do thotë jo vetëm lajmet, flasim titujt, po mund të jenë edhe videot e manipuluara, fotot e manipuluara. E që me inteligjencën artificiale dhe këtu ka fillu me është bërë shumë e lehtë. Prandaj gjithë të rinjt i ftoj të ndjekin rrjetet sociale të D+-it dhe kur të shpallët thirrja, të aplikojnë, të jenë në mesin atyre 20 deri 25 trinjve, cilë do të përzgjedhen për të mësuar më shumë për nocionet e dezinformatave dhe mënyrën se si ne si shoqëri së bashku ta mbyllim ciklin e shpërndarjes tyre. Në gjithë globin ka diskutime për të gjetur mekanizma cilët në mënyrë automatike i luftojnë dezinformatat, por për shkak të zhvillimit teknologjisë, ne gjithë kemi një telefon, gjithë mendimën e inteligjencës artificiale mund ta krijojmë një portal e të fillojmë shpërndajmë lajme cilat janë të pabazuara ose janë lajme të cilat bëhen me qëllim të keqinformimit e dezinformimit qytetarëve. Rrjedhimisht është e pamundur që të ketë një mekanizëm i cili në mënyrë automatike e përmbyll këtë cikël. Por ajo që mund të bëjmë është që të sigurohemi secili që kur e identifikojmë lajmin e rrem, t'ja bllokojmë jetëgjatësinë atij lajmi, mos shpërndahet me tjerë, do të thotë duke raportuar tek autoritetet, qofshin ato Komisioni i Pavarur i Mediave apo Këshilli i Mediave Shqiptare të Kosovës, apo edhe duke raportuar direkt në rrjetet sociale si lajmi i rrem. Po që të paktën edhe të tjerët të dinë mos më bien prej këtyre lajmeve. Uroj që shikuesit ta kenë marrë mesazhin dhe informatat e nevojshme. Juve ju faleminderit shumë për kohën, kënaqësi që ju patëm. Ne tani do të kalojmë tek receta e lindjes, se dini që është koha për me mësu një recetë të re, të shijshme dhe të shëndetshme që na vjen nga Linda dhe jo nga Kosova.